Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe deputetja Jorida Tabaku zhvilluan një vizitë zyrtare në Itali ku ka nisur një sër takimesh me përfaqësues të politikës italiane. Takimi i parë zhvilluar me kryetarin e grupit parlamentar të Forza Italia në Senatin italian, Stefania Grazi, ku në qendër të diskutimeve ka qenë procesi i integrimit evropian të Shqipërisë dhe zhvillimet politike në vend. Gjatë këtij takimi, përfaqësuesit e opozitës shqiptare kanë theksuar se integrimi në Bashkimin Evropian mbetet një prioritet strategjik, por që kërkon më shumë se retorik politike. Në një reagim publik, Bardhi është shprehur se ky proces kërkon përkushtim real, reforma të thella dhe garantimin e standardeve demokratike, duke nënvizuar se rruga drejt BE-s është e lidhur ngushtë me funksionimin e shtetit dhe së drejtës. Integrimi evropian nuk është një slogan politik, por një proces që kërkon përkushtim real, reforma të thella dhe standarde të qëndrueshme demokratike. Deputetët demokrat kanë shprehur gjithashtu mirënjohje ndaj Italisë për mbështetjen e vazhdueshme që i kanë dhënë Shqipërisë në rrugën drejt integrimit evropian, duke vlerësuar rolin e partnerëve ndërkombëtar në këtë proces. Standardet demokratike po cënohen, ka tregues të qartë për cënimin e lirive dhe të drejtave të njerëzit, ndërkohë që korrupsioni i përhapur në çdo zyrë jo vetëm që nuk luftohet, por mbrohet politikisht nga mazhoranca. Ishin këto disa nga shqetësimet nga deputetët demokrat, të cilët ngritën në takim me kryetarin e grupit Forza Italia. Gjatë diskutimit me Senatin italian, Bardhi dhe Tabaku ngritën shqetësime konkrete lidhur me situatën e demokracisë në vend. Vizita në Itali përfshin edhe takime të tjera në kuadër të forcimit të marrëdhënieve me partnerët evropian. Megjithëse gjatë qëndrimit në Rom, deputetët demokrat nuk kanë zhvilluar një takim me përfaqësues të Fratelli d'Italia, partia e kryeministres Giorgia Meloni. Kjo vizitë vjen në një moment të rëndësishëm politik për Shqipërinë, ndërsa debati për reforma dhe standarde demokratike mbeten në qendër të diskutimeve brenda dhe jashtë vendit.